kushdo që një ditë shkel për të shërbyer në administratën publike të shtetit shqiptar, duhet ta konsideroj atë ditë veten si një shërbëtor të mirëfill të çdo qytetari që troket në derën e institucionit dhe mos e shikoj atë si një detyrim apo si një nder që po i bën qytetarit. Administrata publike realisht sot ndoshta është një nga administratat më të mira që kemi pasur ndër vite, por ka akoma për të përmirësuar. Këtë e them në varësi të një sër reformash që janë ndërmarrë. Se administrata nuk është vetëm Elbasani, ha? Po nuk po flas vetëm për Elbasanin, po ku dini ju administrata në Lushnjë? Do ju them disa fakte. Administrata publike sot kalon në për trajnime të vazhdueshme periodike. S'mjaftojnë? Administrata publike sot është më mirë paguar se çka ka qenë vite më përpara dhe në një nivel të konsiderueshëm krahasimisht me vite më përpara. Kjo është e vërtetë, po. Administrata publike sot është ajo administrata publike që na ka nderuar ne në të gjithë procesin e bashkërendimit me Bashkimin Evropian për hapjen e kapitujve dhe në punën e përditshme që bëhet sot për mbylljen e grup kapitujve. Të bëhesh pjesë e Europës, Roland, nuk është një proces vetëm politik. Ju e dini shumë mirë që për të arritur të procesi politik duhet që fillimisht të kalosh të gjithë procesin teknik. Dhe këtë proces teknik e kryen sot administrata shqiptare. Administrata nuk janë muret, janë njerëzit që janë aty që punojnë çdo ditë për parafrim legjislacioni, për një vendim, për hartim raportesh, e kështu me radhë. Dhe përsa kohë që edhe vetë Europa thotë që administrata shqiptare që po bën negociatat është një nga më të mirat, atëherë le ta besojmë këtë gjën. Do të thonë, ju jeni duke thënë që kur të mbaroj protesta, dhe ju po thoni që protesta është drejt shuarjes, ju do uleni me qytetarë dhe do bisedoni. Tani, unë prisja që zyrtarisht Partia Socialiste, kryeministri, forumet tuaja, drejtues të tjerë, se nuk është vetëm kryeministri. Do të në njerë ka edhe drejt Rama, se vetëm ai flet edhe do të thonë leadershipi i Partisë Socialiste nuk ekziston fare pjesa tjetër. Po në një vit në mandati i 4, ju keni aq shumë probleme sa doli populli në rrugë, unë nuk e di pasaj si është marrë ky mandat. Të lë të mendosh. Dhe pyetja është që ju keni detyrimin që të jepni llogari çdo ditë. Tani kjo edhe ju jeni dakord me ata që thonë që ne kemi për 4 vjet mandatin dhe zgjedhje kemi vetëm në 2000. Unë jam dakord me 29 rendin dhe përcaktimet kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Në Republikën e Shqipërisë... Tu folë si juriste. Ja, to ja u shpjegoj. Në Republikën e Shqipërisë do të thotë që për të marrë dhe për të drejtuar një vend dhe për të plotësuar qeverisjen e këtij vendi, duhet që të marrësh besimin e qytetarëve. Po patjetër e bëhet me vot. Patjetër, besimi i qytetarëve bëhet me vot. Partia Socialiste ka filluar mandatin e 4 dhe ka vetëm një vit në këtë mandat, duke përmbushur çdo ditë ato premtime që i ka bërë qytetarëve dhe për të plotësuar atë kontratë që ka lidhur me këta qytetarë. Nëse çmendet qeveria? Pyetja është, po padyshim ka dhe mekanizmat të tjerë. Mekanizmat e tjerë pastaj shërbejnë që ne të reflektojmë në raport me çfarë po bëjmë mirë dhe çfarë po bëjmë gabim. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim me ju, në raport me atë që thoni se qytetarët janë ngritur dhe ka një sër problemesh. Qytetarët janë ngritur, patjetër. Një pjesë e qytetarëve janë ngritur, jo të gjithë qytetarët janë ngritur. Mos harroni që Partia Socialiste është një nga ato forca që lidhjen me elektoratin, lidhjen me qytetarët poshtë ka shumë të fortë. Ne nuk na duhet të ndodhi një protestë për të takuar njerëzit. Ne nuk na duhet të kemi një projekt për të takuar njerëzit. Për një arsye madhore. Prepotenca e maxhorancës. Shqiptarët dolën në rrugë për mjedisin, dolën në rrugë për zbërnecin. E para, prepotenca. Pastaj, po shqiptarët dolën, tash ne nuk mund t'i fshejmë faktet. Faktet janë ato që janë. A dolën për zbërnecin? Po fillim dolën për zbërnecin. A ishte kjo arsyeja? Po, Akili Troqi Hektorin. A u mbush një bulevard i tërë me flamingo, me kërkesa për ruajtjen e mjedisit, ne kishim shikoja në përjetet sociale pjesë shqiptarësh të diasporës, të cilët në fakt kanë zgjedhur ta lënë Shqipërinë dhe të jetojnë për shumë arsye të tjera jashtë shtetit, na thoshin po shisni Shqipërinë. Po çfarë Shqipërie po shisnim na?
Kë Shqipëri po shisnem? Ajo është një pronë private, një kontraktim privat ndërmjet investitorit dhe personave që kanë pronësin, ka pasur një pretendim të pronësis, ka kaluar në një proces gjyqësor, shteti shqiptar, qoftë në përmjet drejtësis, qoftë në përmjet mekanizmave, ka blokuar pagesat në mënyrë që kur të përfundoj procesi gjyqësor, pagesat të shkoj pronarit real që del nga procesi, si në çdo vend ligjor. Nuk do ishte mirë që të bëhet transparenca? Po, për këtu kam diçka për të thënë. Mendoj që pas situatave të tilla, reflektimet janë të mëdha dhe ne siç thash kemi reflektuar, dhe ndoshta do të duhej që të kishim bërë më shumë transparencë në raport me projektin. Por mungesa e kësaj transparence në kohë nuk do të thotë që procesi nuk është ligjor. Është shumë e rëndësishme ta themi këtë. Procesi që është ndjekur për këtë projekt është tërësisht ligjor. A ka munguar një transparencë? A do duhej që të kishim folur më shumë me qytetarët që ata të kishin më shumë informacion që mos i kishim lënë në dorën e këtyre grupimeve me interesat të tjera. Jo, e keni detyrim, nuk është puna e keni ta lini në dorë të atyre. Për ta disinformuar, për ta ndryshuar. Zoj, e keni detyrim atë, ju nuk e bëni se do në njerëz në rrugë, ju e keni detyrimin. Më linis që si juristet ju shpjegoj edhe një halk tjetër. Zakonisht, konsultimet publike për atë zonën bëhen në raport me mjedisjen, bëhet pasi është bërë studimi mjedisor. Ai projekti për cilin e po flasim është në fazën fillestare. Pra, paraqitet projekti ideja, në institucionet përkatëse AZT, KKT, ato e marrin në shqyrtim në raport me koeficientët, elementët që parashikon pasaporta e pronës për zhvillim, pra sa do ndërtohet, me çfarë materiali, me dru, për ta thënë që ta kuptojnë pak dhe qytetarët. Sa është gjurma e objektit që do të vendoset e kështu me radhë. Ju socialistët jeni specialista, ka thënë Pjetra Abnori. Edhe ju si ere që keni bërë specialiste. Jo, unë e njoh shumë mirë pjesën e Ne morëm vesh vetëm që Akili Troqi e zvarriti ektorin, se s'kishim për ta marrë vesh kur këtë. Më lini të lutem që ta shpjegoj këtë se ndoshta kanë interes qytetarët. Kështu që ishim vetëm në fazën e parë. Dhe për të përmbushur këto kriteret të para, ka 2 vjet që institucionet e shtetit shqiptar bëjnë një letër këmbim me investitorin që ky parametër nuk është përmbushur, këtë duhet ta bëni në këtë mas, e kështu me radhë. Pra është një komunikim zyrtar teknik i bërë mes tyre. Pasi të miratohesh e leja e parë, bëhet studimi mjedisor. Dhe në momentin që ju keni studimin mjedisor, bëni dhe konsultimin publik me qytetarët. Kështu që ndoshta nuk i kishte ardhur akoma momenti për të bërë atë detyrimin ligjor. Jo, ndoshta nuk i kishte ardhur momenti për të bërë detyrimin ligjor të konsultimit publik me qytetarët. Mund ta kishim bërë më përpara. Që në fazën e parë. Po mund kjo arriti ndodhi është ndodhi. Është shumë e rëndësishme të themi që ai projekt është një projekt tërësisht ligjor, i mbështetur në të gjithë kërkesat që kërkon ligji shqiptar dhe po kalon të gjithë monitorimin dhe filtrat e institucioneve shqiptare. Zonja Byllukbashi, a ju ka vënë në vështirësi gjithë kjo protestë 33 ditë sot? Si majorancë. Është nuk do ta quaja vështirësi. Nuk do ta quaja vështirësi. Piktoreske kështu? Jo, na ka bërë. Që juve futeni kështu si legalet komunistë në luftën e dytë botërore? Jo. Ne na ka bërë e para të reflektojmë dhe kjo është çështja më e rëndësishme, gjë që e tham edhe pak më përpara. Pra gjëja më e rëndësishme është që nga kjo protestë në një pikë kemi bërë koshient dhe kemi kuptuar që disa qytetarë të vërtet kanë diçka për të na thënë dhe ne duhet i dëgjojmë për të reflektuar në raport me kërkesat e tyre. Ndërkohë që me të gjithë pjesën tjetër jemi thjesht duke nxjerrë në pa me fakte dhe prova ata element të cilët po kërkojnë që kjo protestë të sjellë një destabilitet të Shqipërisë. Shqipëria nuk e ka luksin të ketë destabilitet dhe padyshim që ka një shtet sot të formuar kaq mirë dhe me institucione që funksionojnë kaq mirë në bazë të ligjit, sa nuk mund të kthehet 30 vjet mbrapa dhe të bëhet dhe nuk mund të kthehet 30 vjet mbrapa. Po të ketë vend, po kalojë vendin zgjedhjet parakoshme, bëhet Qameti? Po çfarë quani ju? Çfarë quani ju një grupim që thotë tashi zbriti nga karike, se kështu dua unë,
se këtë qeverisje do ta marrë gjithçka është me vot kë, dhe sot kanë bëhet gjithçka me vot, nuk ka kanale tjera. Një mënyrë ka vetëm me vot ndërrohet qeveria. Keni dëgjuar ju ndonjë platformë politike të këtyre njerëzve? 5 pika. Po ato nuk janë një platformë politike. Unë jam qytetare, i dëgjova ato 5 pikat, pika e parë është të dorëhiqet kryeministri. Pastaj vijnë ca pikat tjera që nuk bëjnë sens. Aty keni ju, aty prisha, aty bie automati ju. Nuk bëjnë sens që të diskutohen se në momentin që ti kërkon dorëheqjen e kryeministrit, për çfarë do flasësh më me këtë qeveri?